Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush të gjitha ngjarjet edhe dinamikat, hamendësimet, pikpyetjet në fakt që ndodhin për çiftin Egli dhe Gjesti. Ju e dini shumë bukur që Egli ka postuar në Instagramin e saj disa reels, disa fotografi në për story që do të thënë ka lënë të kuptueshme që po sjellën një projekt në media, në YouTube, një këngë e cila do të ngre një popularitet shumë të madh. Pikpyetja dhe dashuria shumë e madhe në fakt e publikut e ka bërë që të hulumtojmë, të gjurmojmë sa më shumë, që të arrijmë të kuptojmë më shumë detaje rreth këtyre projekteve dhe deri diku, le të themi me faqe të bardhë, kemi arritur t'i kuptojmë. Fillimisht, Egli po bën projekt edhe me Gjestin, por edhe me Fifin. Do me thënë me Fifin e kanë bërë publike, tani që të mos keq kuptohet publiku, nuk është se kanë publikuar një fotografi që të dyja së bashku nga projekti, ndërsa fotografi nga takimi i tyre ku Fifi ka qenë me djalin e saj ka, por nga projekti nuk është publikuar një fotografi e të dy gocave, por në anën tjetër është Egli tako që po nxjerr postime në Instagram, po gjithashtu dhe Fifi bën të njëjtën gjë. Egli ka xhiruar në Kosovë pjesën e saj të këngës, ndërsa Fifi ka xhiruar në Golem të Durrësit. Dhe kanë bërë një kombinim mes Kosovës dhe Shqipërisë, ndoshta është ky fenomeni i cili po përflitet shumë, do me thënë ndarësia mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe besoj kjo pamje do të ketë një lidhje shumë të bukur. Tani unë kam arritur nga informacionet të cilat mundohem çdo ditë që t'i zyrtarizojnë adresën time, kam arritur të kuptoj që kjo këngë, njëra prej këngët, konkretisht Fifit edhe të Eglit, ka të bëj me përjetimet e dashurisë, me momentet e dashurisë, me dhimbjet, me një gocë e cila luftoi dhe vetëm luftoi. Do me thënë, i kushtohet kjo këngë femrës. Tani kur flasim me përjetimet e dashurisë, nuk është një dis për Gjestin, që të mos keq kuptojmë dhe të mos keq informojmë publikun. Do me thënë, është një tematik që ka të bën për gocat, të cilat luftojnë shumë dhe në fund nuk marrin asnjë feedback nga ajo gjëja që ato kanë luftuar pafund, që në këtë rast është dashuria, dhe fenomene të këtilla në shoqërinë tonë shqiptare, si puna e Eglit, ka shumë. Do me thënë, unë kam arritur të siguroj një pjesë të demos që dua pak t'ju prezantoj në këtë formë. Ma ka nisë në celularin tim. Do me thënë, demoja është e kënduar nga një djalë, demo, që ta kuptoni, është vija melodike dhe këndimi asaj demos, do me thënë këndimi asaj këngës, si do të duket që këngëtarët ta mësojnë, ta fiksojnë në kokën e tyre dhe të shkojnë ta këndojnë në studio. Do me thënë është një para pregaditje. Unë do t'ua lëshoj. Ja, dëgjoni mirë. Do thënë kjo është një pjesë shumë e vogël që mban këtë kuptim, do me thënë në këngë do thuhet më mësove shijen e dhimbjes, do me thënë si është të jetosh me dhimbjen. Është një këngë që i kushtohet të kaluarës, është një këngë që i kushtohet dashurisë, është një këngë që i kushtohet momenteve ndoshta, qoftë të ndërlidhura edhe me Big Brother. Egli ka të drejtën e saj të botës të përshkruan gjithçka, sepse është një moment i ndjesisë së saj shpirtërore dhe do të thënë kënga që do të jetë me Fifin apo një këngë e cila do të jetë vetëm, do të jetë një këngë balad solo. Ajo që ka videoklipi me Fifin ka se të dy gocat do të jenë me peshqir në kokë. Do të thënë edhe Egli, edhe Fifi do të jenë me peshqir në kokë, që nënkupton sa po ka ndalë nga dushi dhe po pregaditen për të nisur një moment. Do të thënë është një këngë, janë projekte, le t'i quajmë, që mbajnë shumë bagazh brenda, që mbajnë shumë emocion brenda, por që nuk ka një dis, sepse shikoj faqe që postojnë video të ndryshme duke thënë që kjo kënga i kushtohet Gjestit. Nuk i kushtohet Gjestit, sepse Egli në asnjë mënyrë nuk i kushton një këngë Gjestit për ta ofenduar atë, apo për ta denigruar atë, apo për ta
për ta nxjerrur atë në një djalë me një imazh shumë të ulët dhe në një djalë me një imazh zero. Nuk e bën Egli këtë gjë duke njohur natyrën, duke njohur karakterin, duke njohur vlerën e Eglit si vajzë. Dhe për këtë arsye, dua të qartësojmë gjëra, do të thonë, artistët shqiptar, qoftë edhe artistët botror, me patjetër që frymëzohen në një diçka, me patjetër që frymëzimin e marrin diku për të krijuar një artin e tyre, për të krijuar një projektin e tyre të bukur. Por kjo nuk do të thotë që Egli këtë projektin do ta ndërtoj për të ulur dhe për të nënvlerësuar një partner që Egli e ka patur në jetën e saj, sepse pikërisht Egli ka treguar që di të respektoj partnerin e saj, di të ruaj partnerin e saj, edhe në momentin kur ndarja i godet. Në kuptimin që, do me thënë, Egli pati një marrëdhënie me Olsin, Olsi Byliku erdhi në studio, Egli pati një kulturë të mrekullueshme që në fakt ne si shoqëri shqiptare nuk jemi mësuar të shohim këtë kulturën e një vajzës e cila pas një ndarje di të falenderojë një djalin për respektin, për të mirat, për ndjesinë, për dashurinë që i ka dhënë dhe mendoj që kjo është një diçka që e bën që të jetë në qendër të vëmendjes Egli për mirësinë. Do me thënë, punojnë projekte që do t'jenë projekte bombastike, Egli nuk është se vrapoi të ngjitet në skenë dhe të shkojë në skenë për të bërë namin, punojnë projekte bombastike, punojnë projekte gjigante, por me kalimin e kohës do të kuptojmë se çfarë po ndodhen në sferën muzikore. Kjo është Egli që na vjen në shumë dimensionale, Egli që na vjen në forma që ne nuk e kemi njohur më herët dhe më pas për të kuptuar edhe projektet e saj. Thuhet që janë këngë që janë punuar edhe në Big Brother, nuk ka një lajm të zyrtarizuar që Egli ka bërë një këngë në Big Brother, sepse Egli pati një dalje nga Big Brotheri dhe për të regjistruar vokalin, për të regjistruar një këngë të duhet shumë kohë, të paktën me rikthimin e saj Egli ka qenë shumë pjesë transparente e kamerave dhe besoj të gjitha këto projekte ka ndodhur jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dhe më duhet ta citoj, Egli nuk është e menaxhueshme nga produksioni Top Channel siç është i menaxhueshëm Gjesti. Edhe pse, do të thënë, punojnë pothuajse në të njëjtat shtëpi për të drejtat e autorëve, në të përrafurta, sepse Egli dhe Fifi do t'jenë në kontratën që ka Fifi, me sa unë e kuptoj, ndërsa Gjesti do t'jetë në kontratë tjetër. Këto janë lajmet më të fundit nga Egli, këto janë të rejat më të fundit nga Egli, kjo është risia, ne do t'ju sjellim gjëra të tjera, na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.